Dhe mua personalisht nuk ka asgjë që më bën më shumë krenar si kryetari i Partisë Socialiste se sa fakti që kjo forcë mbështetjen më të madhe dhe themelin e vet më të fortë ka gratë dhe ka vajzat në gjithë Shqipërinë. Parafityroni, në të gjithë Shqipërinë, Partinë Socialiste e mbështesin 56% e gravet dhe vajzat. Ka disa qarqe ku kjo mbështetje shkon në 65%. Dibra sot që flasim është në mes të dyave diku ke 60%. Dhe llogaria është shumë e thjeshtë. Nëse ne kemi 60% të grave dhe vajzave, nëse ne kemi shumicën e votuesve të parë, na mjafton vetëm gjysma burrave, nuk na duhen më shumë. Gjysma burrave, se kjo jetë këtu në këtë vend më ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. Dhe të treja këto forca bashk do të bëjnë që në 11 maj, jo vetëm ndimër, por në gjithë Shqipërinë, ne të kemi fitoren më të bukur të gjitha fitoreve tona. Kjo është e 10-ta. Dhe e 10-ta do t'jetë me notën 10 falë në radhë parë juve që jeni këtu dhe gjitha vajzave dhe grave si ju. Më pyesin disa, po pse e filloi fushatën Partia Socialiste në për salla me gratë, edhe me vajza. Edhe përgjigja ime është, po me këta fillonte. Me këta fillon. Imagjinoni vetëm diçka. Sikur ju të gjitha tikni nga Shqipëria një muj. Edhe burrat t'i leni këtu. Një muj. Kur të ktheheni, do gjeni në përpeshkopi ca njerëz me bisht. Po sikur burrat tikin gjithë ju leni ju këtu, do jetë peshkopia më e pastër, më e bukur se çdo herë tjetër.